Përdorimi i çantave të rënda nga fëmijët mund të shkaktojnë dëmtime serioze fizike, veçanërisht në shtyllën kurrizore. Ngarkesa e tepërt në shpinë shpesh shkakton dhimbje të shpinës, të shpatullave dhe të qafës. Kështu bëri të ditur doktor Fisnik Vula, specialisti ortopedist në Spitalin Isa Greza në Gjakov. Çantat me pesha të rënda të fëmijët mund të shkaktojnë dëmtime fizike, të cilat vijnë si pasojë e ngarkesës së shtyllës kurrizore. Shtyllat kurrizore mund të psojë dëmtime në kuptimin e dhimbjes së shpinës dhe të shpatullave të fëmijët që bajnë peshë më të rëndë, po ashtu mund të shkaktojnë edhe dëmtime tjera që mund të jenë më të mëdha në kuptimin e lakjesave të shtyllës kurrizore apo dëmtimeve tjera. Mirëpo, fëmijët më shumë ankohen për dhimbje shpine, dhimbje qafe, për shkak të peshës që shkakton një përkulje përpara të trupit të fëmijës. Vula tha se për të parandaluar këto probleme rekomandohet që fëmijët të mos mbajnë peshë të madhe në shpinë. Një zgjedhje shumë e mirë është përdorimi i çantave me rrota të cilat nuk ngarkojnë shtyllën kurrizore. E mirë në të ardhmen do të jetë që sa më pak të mbajnë peshë të rëndë në shpinë. Për atë arsye mund të ndihmohen me çanta me rrota për shembull, të cilat nuk e ngarkon shtyllën kurrizore. Po ashtu dollapet në shkolla janë shumë të mirë së ardhura. E tjetra, përmirësimi ose rikuperimi i orarit mësimor që të mos ngarkohen shumë në shkollë. Në praktikat mjekësore shpesh hasen raste të deformimeve të shtyllës kurrizore apo problemeve që e lidhen me shputat e rrafshta. Diagnoza e hershme dhe ndërhyrja në kohë janë shumë të rëndësishme për parandalimin dhe trajtimin e këtyre gjendjeve. Ka raste të shpeshta, për ditën në ambulancë specialistike ballafaqohemi me këto raste me dhimbje shpine për shkak të deformimeve të ndryshme, lakjesave të shtyllës kurrizore, për shkak të shputave të rrafshta. Domethënë ne i diagnostikojmë këto shpejt, mirëpo me sa kam dieni edhe qendra mjekësisë familjare bën disa depistime nëpër shkolla, ku shkon edhe i kontrollon fëmijët edhe i orienton tek ne kur shohin diçka që ka ndonjë pengesë. Po ashtu edhe nxënësit i shohin më të arsyeshme dollapet në shkolla nga se në shumicën e rasteve, për shkak të çantave të rënda, ndjejnë dhimbje në shtyllën kurrizore. Po, më disa më edhe pesha të rënda, por edhe ka orare është për më pak libra. A keni dollapat në shkolla? Po, i kena dollapat në shkolla, po ka neve dhe shumë të tjera do të më bëjt librat në shtëpi. Ka një herë më dham, po ka herë edhe jo. A keni dollapa në shkollë dhe a i shfrytëzoni ato? Po, shumicën e librave i lojnë dollap se mundat më ndhin mas në shpinë. Unë kam një dhimbje të shpinës, shpesh, jo gjatë. Kujtojmë se Drejtoria e Arsimit në Gjakov ka investuar në dollape në shumë shkolla, mirë po ato jo gjithmonë përdoren për arsye për të cilën janë sjellë.